shumë e mirë është vajza Ulkonia. Ka jetu në rrugë në Ukadhinjtë dhe e kena marrë. Është shumë i mirë, shumë. Mi ka dhonë klësh që s'ka në Kosovë. Janë të vetmit klësh në Kosovë që mi ka dhonë kjo. Sharka. Ka mirë, hajde harap. Si shihet është prej deltarëve agresiv. Do në janë deltarë shumë veçantë. Laka. Është ekzemplar gjysë që janë gjysojk. Është një nga ekzemplarët më të mirë që kemi në film. Ulkonia. Kojnë të tje. Tu i kemi deltarët kokzi ose karabash si quhen në popull. Janë të jashtëzakonshëm. Kjo është një deltare e re në mosh, është 7-8 muaj. Është shumë e mirë është vajza Ulkonia. Atje mbrapa kemi një kontramas deltar i lirë mashkull. Alfa është kryesori i kopes. Këtë pjesën kënej e kemi një rud i cili lidhet me deltar tjerë të zonës tjetër. Këtu kemi një ekzemplar shumë të veçantë nga karabashat e Halimit. Është i kastruar. E kemi marrë në rrugë, është i vjetër, 9 vjetë. Dhe jeton këtu të neve sa për ta socializuar, thjesht e mbajmë për shkak se ka jetu në rrugë në Ukadhinjtë dhe e kena marrë. Është shumë i mirë, shumë i shoqënueshëm, po është plak. Edhe këtu i kemi 2 karabash, ndoshta prej karabashve më të mirë, mund t'i fokusoni atje. Është një ekzemplar i deltarit i lirë në moshë 1 vit, 2-3 muaj. Është jashtëzakonisht i mirë në rritë, kjo është nëna e tij. Babaja është Rudi. Domethënë janë deltarë shumë veçantë. Laka. Këtu e kemi një ekzemplar të deltarit i lirë trupzi. Është e jashtëzakonshme, ka marrë në fshatin Kërçov. Është Ida. Akoma s'kam arrit të kem ekzemplarët e saj, por Ida është një ndër ekzemplarët më të mirë që e kam në fermë të kësaj natyre. Afër saj është një tjetër ekzemplar Panter, që e ka marrë në Restelis, ndoshta është ekzemplari i vetëm i këtij lloji. Është shumë i mirë, sapo ka ardhur para 2-3 javë në Kope. Pastaj kemi atje një qen i cili gjithashtu është i vjetër në moshë. Është shumë qen i mirë, por është në moshë i vjetër. Dhe këto e mbajmë veç sapo mos ta larguar nga Kopea. Këtu kemi një ekzemplar të deltarit i lirë të veçantë, trup verdh. Por unë nga njeri gërshetoj, kam dhirë nga zona atje për shkak se kam pranu në Kope dhe deri sot ta bën Kope në vetë, kjo du të më nejtë këto se kam pranu, unë mundet mu kacafyt. Këtu kemi 2 deltar i lirë trubar, të cilët gjithashtu janë shumë të veçantë, Argo edhe Molosa. I kam dhirë nga jo Kope për shkak se ka kacafytje, edhe i kam qitë këtë zonë që t'jem pak ma. Edhe Molosa është një deltare shumë i mirë, Molosa. Është rreth 2 vjetë e gjysmë, por që akoma s'kam arrit të ndjerë ekzemplar nga kjo. Është prej deltarëve i lirë tepër të veçantë, bashkë me Argon. Planifikoj që t'i shumëzoj në të ardhmen. Argjira është një deltare tjetër me gjenetik trup zezë, por që ka dalë në këtë gjenetikën pak më. Arap. Këtu e kemi një deltare që faktikisht është vajza e saj atje. Edhe tash i kam klysht e saj, do t'i prezentoj atje. Është Sharka. Mi ka dhonë klysht që s'ka në Kosovë. Janë të vetmit klysht në Kosovë që mi ka dhonë kjo. Sharka. Hajde, bullak. Oj, lukë, bëgë. Hajde. Shumë mirë, afër këtu e kemi Argon. Jo, e kemi Arapin. Arap. Hajde, Arap. Arapi është një qen në moshë. Është gati 7 vjetë e gjysmë 8. Kam dhirë mjaft ekzemplar nga aj, kam të mram të ka të lëndume, por është një ekzemplar i jashtëzakonshëm, mund të fokusoni me kamerë. Hajde Arap. Si shihet është prej deltarëve agresiv. Përshëndetje, apo më tregoni më mirë kanë qenë traditat në kohën e juaj apo në kohën sot? Traditat evolujnë në bazë të më thonë kohës, moshës. Është e slagones me kohën. Traditat do mënë ma herët. Babaj e ma po gjyshi e mbaj menë, në 65 vjeçar, ka qenë disa tradita ma tjetër kombëtarisht, ma të forta se që kemi qenë edhe ma të izoluar, edhe nuk e mujtë me i marrë të kulturat e huja aqë shumë, kurse tash ritmi i jetës, zhvillimi i hapshëm, emancipimi i shoqërisë, masandej ardhja e ndërkombëtarëve, shkurja e njerëzve tanë nëpër pjesë të Evropës së zhvilluar, kemi filluar dal nga dal ti humbëm ato traditat tona kombëtare,
Që është nuk keq për neve që janë? është të keq sepse shiqo, për shembull na për pellazve lirëve do të ato tradita të ruajmë, sidomos për shembull veshën kombëtare, është fatkeqësi e madhe për shembull dalin për shembull program muzikore dhe vishën sigurisht unë tash për shembull këtë rast, por ata të cilët i atribuohen domethënë folklorit, burimor, kulturës, duhet sa do kudo në bazë të veshës edhe identifikohet një këmbë, sepse kem kolorit të veshës shumë bukur, edhe për çatë arsye tradita kombëtare duhet të ruhet mundësisht, edhe pse pak jam duke bërë këtë drejtim, por ma mendja që do të vëdësohen edhe gjeneratat e reja, sepse nuk bën ndryshe. Nuk bën ndryshe. Në familjen tonë ajo nrujt traditat. Thash ka evoluar çdo send, edhe ka ndryshuar. Është e tradita për shembull e mikpritjes shqiptare për shembull me dalë te porta me pritë të hyrja atje me përcjell mysafirin, jo tash për shembull disa tri rrin koltuk, vjen mysafirin që edhe shumë radh, por kur vjen domethënë nuk lëvizet për vendit. Është kjo mos respekt për. Po kjo mos respekt edhe çdo herë do të aplikojmë na vetë nga qytetarët, për shembull fëmijëve, po sidomos nipërve, mesave tona, komunë nipërit në besat. Kur është dita e flamurit, ata veshin kuqezi. Kuqezi. Në Angli janë Joni dhe Kauni për shembull, Elioni dhe Rioni, edhe Jara. Vishin kuqezi, djali edhe reja dhe vajza edhe ja kanë ble, domethënë edhe këtu, edhe atje sepse pisillin. Ai ka një dashni për atë vend. Unë një knasi kur ata vishën me të vërtet ditët e festave, ditën e flamurit, sidomos, edhe dalin në qytetin për shembull në qendër edhe këtu kur vinë. Edhe kur vinë, po e kanë teshat kombëtare. Edhe kënaqet zemra, po tregoj. Kënaqet zemra, apo më tregon, a më shumë tu ka kënaqur zemra me nipër apo ti kur je bu prind? Po unë kur jam kon vetë, për shembull, kem qenë situata e rëndë. Kanë qenë demonstrata të 68-s, demonstrata të nishën, mos i numërojmë tash të gjitha këtu luftat këtë, nuk kem pas kohë na më marr fort me to. Tash kënaqësinë e me nipërit në këtë Kosovën e lirë, me nipër dhe mbesa. Me nipër dhe mbesa. A më tërgoj me cilin një ma shumë i lidhon prej tëmbe? Dhe këtë dhe me mbesën. Me mbesën, pëse çka të bën ajo që me... Gjenia femërore është, natyra është e ka falë, unë kam edhe dy dje me dy vajza, unë për shemë Sarandë kam shpesh që thëmë, me qitë në baras pesh me ta e ja mund, dëmonë vajza, po tash e kam edhe mbesën, të respekt për nipët, po ato mas tepër me tash momentalisht e tuve. A je i pajtimi që vajza ta kupton ma mirë shpirtin, më i me thonë? Natyra ka falë, nëna natyra ka falë. Vajza dhe kur të martohet, tjetë vajza jote. Është vajza jote. Djali kur martohet, të bëhet djali i nusës. Pse po mendon kështu? Po, do të djali prindit kuptohet, po djali i nusës ma tepër. Vetë natyra ka kriju vajzat, kësaj më flijue, edhe për prindet, edhe për tafërmit, edhe për vllazërinë. E kur tu ka martu vajza, nuk më thonë atë ka harru ty, po jo, s'm ka harru absolutisht. Ka qenë kontaktin njëjtë edhe pas martesës. Edhe maj bile mrena ditës, guxoj me thonë, po më thirrën 5, 6, 7, ndoshta 10 herë. Që për çfarë telefonit që a ka pasur që ke thonë mos më thirrni, po mos më thirrni se më pengonin ndoshta në orën punës se diçka të ndodh shpesh herë, po e shihmi telefonin, por domethënë janë agjile, janë suçiel këtë. A ki diçka me i thonë fëmijëve tu? Fëmijëve këtë Kosovës, mos i harroni traditat shqiptare. Jeni shqiptar, ku do të shkoni, fletni gjuhën e kombëtare. E kam thashë që kam dy nipërit nuk dallohen pse janë edhe jetojnë në Angli, edhe ata nxitse nuk dallohen pse janë, domethënë jetojnë atje sepse flasin gjuhën rresëm shqipe. Po ajo është sukses vetëm i familjes, sidomos i prindërve. Sepse nëse harrojmë gjuhën atëherë po kryer. Ja similum. Faleminderit shumë që ndave ku me neve. Shumë faleminderit.